Faleminderit tjetër. Faleminderit që jeni me sot për të ndarë konkluzionet para që vinë nga aksioni i vazhdimit të koalicionit vendor, edhe për këto zgjedhje, sikundër besoj të ndjekur nga media dhe nga transmetimet live në internet apo në kanalet sociale të koalicionit. Koalicioni ka transmetuar gjatë ditës së djeshme në 3 konferenca në përshtyp gjitha gjetjet e ardhura nga vazhdimi në teren. Gjetjet këto që i faturohen metodologjisë kryesore që ka të bëjnë me vazhdimin në bazë statistikore, por edhe gjetjet të cilat koalicioni nuk i ka shmangur dhe kanë të bëjnë kryesisht me situatën në tërësi të ditës së zgjedhjeve, informacioni i cili ka ardhur nëpërmjet vëzhguesve afatgjat, nëpërmjet koordinatorëve, nëpërmjet vëzhguesve të përgjithshëm, nëpërmjet vëzhguesve të instaluar për çdo zonë të administrimit zgjedhor, të cilat kanë dhënë panoramë të qartë të situatës, por që sigurisht duhet të theksoj që janë gjetje të cilat nuk afektojnë dhe nuk ngatrohen me njëra tjetrën, pra me metodologjinë në bazë vazhdimit statistikor, i cili është edhe metodologjia kryesore e vazhdimit të koalicionit për këto zgjedhje. Nuk po shpërlexoj konsideratat për ditën e djeshme të votimit fare angazhimit të trupës së koalicionit të vazhduesve vendor. Datë 25 qershor 2017, koalicioni angazhoi në shpërndarjen në gjithë Shqipërinë 1600 vëzhgues të pavarur për të vëzhguar dhe kryesuar procesin e votimit për gjatë ditës së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017. Në total u angazhuan 1082 vëzhgues në një kampion të 541 qendrash votimi të përzgjedhura në mënyrë rastësore. Kjo metodë mundëson përgjithësimin e rezultateve për të gjithë vendin brenda një marzhi i gabimit. 180 vëzhgues të lëvizshëm në 90 zona të administrimit zgjedhor, të cilët vëzhguan procesin e situatën e përgjithshme përreth qendrave të votimit për gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve, 180 vëzhgues të lëvizshëm të instaluar pranë komisioneve zonale të vëzhgues fiks të instaluar pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, të cilët vëzhguan nga afër punën dhe performancët e këtyre komisioneve të nivelit të dyta për gjatë ditës së votimit. Vëzhdimi me bazë statistikore, i bazuar në një kampion të qendrave të votimit, është një metodologji vëzhdimi zgjedhjesh me bazë statistikore që përdoret me sukses në mbi 40 vende të botës dhe që realizohet për herë të tretë në Shqipëri dhe për herë të dytë në koalicionin e vëzhguesve vendor. I mëpashtu ka qenë në vitin 2013 dhe besoj se në raportin final do të kemi edhe një qasje krahasuese midis gjetjeve të përgjithësuara në vitin 2013 dhe gjetjeve të këtij viti. Gjatë ditës së djeshme, koalicioni ka bërë me dije të gjitha gjetjet paraprake, ato që vinë nga vëzhgimi me bazë statistikore dhe ato të ardhura nga vëzhgimi me tërësi të mbarvajtjes së procesit. Informacioni ky fundit i ardhur në bazën e gjetjeve dhe investigimeve të bëra nga vëzhguesit në çdo qytet, nga koordinatorët, vëzhgues të lëvizshëm dhe vëzhguesit të rëndësishëm. Ndërkohë, referuar vetëm të dhënave që kanë rezultuar të ditës së djeshme të votimit, pasi sekundër vini koalicioni ka ndjekur të gjithë periudhën parazgjedhore, duke dalë me 3 raporte të ndërmjetme monitorimi, i fundit është publikuar ditën e premte datën 23 qershor, dhe ka lënë gjatë këtyre përshkrimit të këtyre raporte gjitha konsideratat në përgatitjen e këtij procesi zgjedhor. Ndërkohë që referuar vetëm gjetjeve të ditës së djeshme të votimit dhe atyre të dala në vëzhgimin në bazë statistikore, koalicioni i vëzhguesve vendor vlerëson se në tërësi, dita e zgjedhjeve pati një ecuri pozitive të gjithë procesit, pavarësisht incidenteve të vogla të vërejtura. Trupa e administrimit zgjedhor në përgjithësi pati një sjellje të kënaqshme kundrejt respektimit të dispozitave ligjore dhe respektimit të të drejtave të votuesve. Incidentet e vërejtura gjatë procesit të administrimit në këtë trup theksojnë edhe një herë domosdoshmërinë e orientimit të kësaj trupe në frymën e zbatimit të ligjit, nevojën për trajnime të thelluara të tyre dhe domosdoshmërinë e sjelljes së tyre si organizma jo politik, apartiak dhe jo partizan. Qasja proaktive e institucioneve të tjera të zbatimit të ligjit në adresimin dhe ndjekjen e çështjeve të korrupsionit zgjedhor është një zhvillim shumë pozitiv, i cili rezultojnë në organik
në sjelljen institucionale dhe frymën e vërtetur përgjatë periudhës së fushatës zgjedhore, si pasojë edhe e marrëveshjes së 18 majit, pavarësisht problematikave që kanë shoqëruar të. Mbetet shumë e rëndësishme që kjo qasje proaktive të demonstrohet në të njëjtin vullnet dhe forcë edhe në vijim, pas mbarimit të procesit zgjedhor, duke i çuar deri në fund përpara organeve të drejtësisë të gjitha çështjet apo rastet e evidentuara, por duke u kujdesur që çdo qasje apo veprim të jetë në respektim dhe zbatim të plotë të ligjit, në mënyrë që këto çështje dhe kjo qasje mos të përfundojnë thjesht një propagandë e radhës dhe duke reafirmuar edhe një herë pamundësinë e dhënies së drejtësisë nga organet e zbatimit të ligjit. Vetëm në këtë mënyrë, në qasje e tillë, do të evidentojë si një standard i ri dhe i pakthyeshëm që do të afektonte ndjeshëm në mënyrë pozitive përballje me problematika dhe sfidat aktuale që ka demokracia shqiptare. Partitë politike treguan se maturia, vizioni dhe dalja për të interesave të ngushta të tyre mbetet një sfidë jo aq e paarritshme dhe e pamundur për ta. Si organizma të cilat kanë marrë përsipër dhe kanë për detyrë përmbushjen e aspiratorit demokratik të popullit shqiptar. Është e rëndësishme që problematikat e vërejtura përgjatë procesit zgjedhor dhe që mund të kenë prekur interesat e tyre të shtrohen në rrugë institucionale dhe ligjore, duke investuar seriozitet të plotë dhe në investimin e duhur për organeve të drejtësisë zgjedhore, duke respektuar dhe i dhënë formën e duhur edhe procesit të drejtësisë zgjedhore, aq problematik edhe në si kundër proceset tjera edhe në Shqipëri. Qytetarët shqiptarë, megjithëse të pakët në numër në krahasim me proceset zgjedhore të mëparshme, treguan edhe një herë qetësi e kulturë të lartë qytetare, duke treguar se aspiratat e larta demokratike dhe europiane janë një qëllim i palëkundur i tyre, pavarësisht propagandave apo garave elektorale të radhës. Pjesëmarrja më e ulët e tyre këtë radhë duhet të shihet si një mesazh i fortë ndaj klasës politike dhe të gjitha institucioneve të zbatimit të ligjit dhe të respektimit të interesave të ligjeve dhe të drejtave të tyre. Bazuar ndërkohë në të dhënat paraprake të mbledhura nga vëzhguesit e stacionuar në qendrat e votimit, të shpërndarë në mënyrë rastësore gjatë ditës së zgjedhjeve, si dhe nga vëzhguesit televizion, koalicioni ka përmbledhur të dhënat e ditës së zgjedhjeve si më poshtë, lidhur me hapjen e qendrave të votimit. Përgjithsisht, procedurat e hapjes janë ndjekur në mënyrë rigoroze, me mangësi procedurale në numër të kufizuar rastesh. Vëzhguesit e koalicionit kanë vlerësuar se këto mangësi procedurale kanë ardhur përgjithsisht si pasojë e neglizhencës së komisionerëve të qendrave të votimit. Koalicioni ka raportuar në procedurat e hapjes së qendrave të votimit si më poshtë. 78.2% e qendrave të votimit janë hapur në kohë. 17.4% e qendrave të votimit në Rangodi janë hapur me vonesa deri në gjysmë ore, 3.8% e tyre hapi janë hapur pas orës 7:30. Prania e komisionerëve të qendrave të votimit ka qenë e plotë, konkretisht me 7 antarë në 68.7% të qendrave të votimit, 15% të qendrave të votimit janë hapur në mungesën e një antari, në komisionet nga 6 duke qenë 6 të tjerë të pranishëm. Ndërkohë, 16.3% të qendrave të votimit janë hapur me 4 apo 5 antarë të pranishëm. 99.2% e qendrave të votimit ishin të pajisura me të gjitha materialet e nevojshme për zhvillimin normal të procesit të votimit. Në 52.5% të qendrave të votimit, komisionerët u ka raportuar vëzhguesve se ishin të pajisur me mjetet e posaçme për votimin e pavarur të zgjedhësve të verbër. Lidhur me procesin e votimit, ndër gjetjet kryesore të data nga metodologjia dhe zhvillimi në bazë statistikore, përmendim. Në 98.7% të qendrave të votimit, vëzhguesit e koalicionit vlerësojnë se dhoma e fshet ishte vendosur në një pozicion të tillë që garantonte fshehtësinë e votës. Në 93.2% të qendrave të votimit janë afishuar postera që shpjegojnë procedurat e votimit dhe në 92.4% të tyre janë afishuar edhe lista e zgjedhësve. Në 5% të qendrave të votimit janë vërejtur persona të paautorizuar në qendrave të votimit dhe vetëm në 2% prej tyre janë vërejtur persona që kanë ndërhyrë në punën e komisionit të qendrave të votimit.
Në 3.1% të qendrave të votimit janë vërejtur persona që kanë bërë propagandë elektorale, apo që janë përpjekur të ndikojnë kundërshtim e votuesve brenda qendrave të votimit. Në 8.5% të qendrave të votimit u vërejtën zgjedhës me telefon celular në dorë në dhomën e fshetë, dhe në 3.7% të tyre u vërejtë së paku një zgjedhës që fotografoi vota. Në 5.8% të qendrave të votimit janë vërejtur persona që kanë votuar për persona të tjerë, të cilët ishin të pranishëm në qendrat e votimit. Vëzhguesit e koalicionit e kanë vlerësuar situatën e përditshme të ditës së votimit si shumë të mirë në 68.2% të tyre dhe si të mirë në 31% të të gjithë qendrave të votimit. Lidhur me mbylljen e qendrave të votimit, sërish nga gjetjet me këto metodë vëzhgimi, evidentojnë gjetjet e mëposhme, por përpara kësaj më duhet të sjellë në vëmendjen tuaj faktin që shtyrja dhe rimarrja e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për shtyrjen e orarit të zgjedhjeve, pra mbylljes së procesit me një orë, shkaktoi jo pak konfuzion te komisionerët, qoftë në nivelin të parë, qoftë në nivelin të dytë, veçanërisht të votuesit, duke sjellë mosmarrëveshje dhe mbyllje të qendrave të votimit në orare të ndryshme. Specifikisht rezulton nga të dhënat e ardhura se 15.6% e qendrave të votimit janë mbyllur në ora 7. 40.6% e tyre janë mbyllur midis orës 7:30 dhe 8 të darkës, pra 19:30 dhe 20. Dhe 35.8% e tyre janë mbyllur në orën 20. Në 34.4% të qendrave të votimit kishte zgjedhës që kanë votuar pas orës 19. Qendrat e votimit janë mbyllur me dakordsinë e të gjithë komisionerëve në 96.9% të qendrave të votimit dhe në vetëm 3.1% të tyre ka patur mosmarrëveshje lidhur me orarin e mbylljes se cili do të ishte ai që qendra do ta aplikonte. Në 97.7% të qendrave të votimit punonjësi policisë dhe mjeti që do të transmetonte materiale zgjedhore drejt vendit të numërimit të votave është paraqitur në kohë dhe vetëm në një numër të vogël rastesh materialet zgjedhore nuk janë shoqëruar drejt vendeve të numërimit të votave nga të gjithë personat që kanë këtë detyrim ligjor. Përpara se të kalojmë në konsideratat lidhur me ecurinë e tanishme se si procesi i numërimit në cilin kolegja Jeta do vëndje një se si procesi i numërimit po vazhdon, më duhet të rifleksoj që këto janë zgjedhjet paraprake, të bëra të mundur fal kësaj metodologjie vëzhgimi që koalicioni zgjedhësor vendor së bashku me Democracy International kanë aplikuar në këto zgjedhje dhe sigurisht me mbështetjen financiare të USAID-it në Shqipëri dhe besoj që në raportin final do të jenë të gjithë volumi i zgjedhjeve i cili është i lartë në mënyrë që të bëjë një bazë të mirë për adresimin e shqetësimeve në reformën zgjedhore të përgjithshme. Fjala për ashtu si kundër i kemi bërë dje, koalicioni zgjedhësor vendor, përveç zgjedhjes së ditës së votimit, ka pas në fokus të monitorimit të aksionit të bardh edhe vëzhgimin e procesit të numërimit. Ne kemi pas të instaluar në 61 koordinator afatgjat, cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës në teren dhe natyrisht ne kemi pasur 90 vëzhguesit tanë pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor. Ashtu si kundër e bëmë dje edhe në orët e konferencës së ditës së djeshme, i vetmi situash problem që ne patëm gjatë pjesës së transportimit të materialeve nga qendrat e votimit pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor, ura që nuk patëm një lloj gatishmërie nga komisionerët e komisioneve zonale të administrimit zgjedhor për të pranuar vëzhguesit tanë, për të vëzhguar në detaje të gjithë ecurinë e dorëzimit të tyre materialeve pranë komisioneve zonale të administrimit zgjedhor. Dhe natyrisht jo vetëm ky lloj detaj ishte në fokusin e vëzhguesve tanë dhe janë raportuar non-stop nga këta vëzhgues. Ajo që situash nxit gjithmonë debat në etiketimin edhe në vlerësimin e zgjedhjeve në Shqipëri, të gjithë ne bashkë e dimë që është momenti i fillimit të procesit të numërimit të votave.
Dhe nga të dhënat e fundit që ne kemi nga kërkuesit, vëmë re që procesi filloi, por natyrisht gjithmonë ka një lloj karakteristike që procesi fillon dhe ndalon për shumë arsye, dhe një ndër arsyet ka qenë lodhja e komisionerëve, kushtet jo shumë të favorshme edhe atmosferike për hir të temperaturave të larta, dhe ndërkohë kemi raportime për raste se numrimi filloi me vonesë, siç ishte ai vend numrimit të Durrës. Një tjetër problematik raportuar nga kërkuesit tanë është rasti i KZAZ-s numër 29 në Kashar, ku dy qendra votimi, respektivisht qendra 1527 dhe 1538, fletët e votimit nuk përputhen me proces verbal. Përsa vazhdon informacionit e vjen, KZAZ-t në Kuk, në Kusharës, në Klot, në Ustec dhe në Skrapar, Komispori dhe Ivohok, kanë përfunduar tashmë procesin e numrimit të votave. Kështu që unë mendoj që koalicioni e ka theksuar dhe edhe sot e nëndizon që do të kemi një raport të detajuar për gjithë ecurinë e procesit të numrimit, derisa procesi i numrimit të marrë dhe të shpallet rezultate parlamentar, do ta kemi të detajuar ashtu si kundër edhe kolegët e përmendën bazuar në këtë lloj metodologjie të rastësishme të përzgjedhjes këtyre qendrave të votimit. Unë me lejen e kolegëve të mi të komitetit drejtues, në të njëjtën kohë dua të bëj një falënderim shumë të madh për gjithë trupën të armatën e vëzhguesve tanë në teren. Natyrisht dua ta filloj pikërisht nga këta kolegë, Lajmonda Premtërgova, që kanë treguar një gatishmëri të madhe për të dhënë një prezantim dinjitos të koalicionit në këtë lloj angazhimi që ne kishim për të informuar në kohë reale të gjithë problematikën e ditës së votimit dhe procesit të numrimit. Natyrisht në mënyrë të veçantë dua të falenderoj të gjithë çunat e gocat e stafit që non-stop kanë ndjekur pa mbyllur dhe sy dhe pa tjetër fare për të reaguar dhe për pasur ato kujdes që ne kemi se çfarë po ndodh me problematikën e ecurisë së ditës së zgjedhjeve. Dhe në fund, por jo për garancia, dua të respektoj dhe në emër të gjithë stafit dhe të gjithë vëzhguesve që ne kemi pasur në teren, ekspertit nga Democracy International Democracy, Michael Baltasaro, i cili ka ndjekur me ne non-stop dhe ka qenë i merakosur për të përpunuar deri në fund të gjitha detajet e programit dhe të qendrës operative, që ne ta kishim këtë lloj komoditeti dhe lehtësie për ta informuar publikun dhe votuesit shqiptar në kohë reale. Kështu që faleminderit gjithëve, faleminderit dhe juve operatorëve mediatik që na keni dhënë mundësinë të shprehemi edhe të themi çdo gjë dhe çdo detaj në lidhje me ecurinë e ditës së votimit të 25 qershorit. Nëse do kemi ndonjë pyetje, ne jemi të hapur. Ju falenderoj. May I ask a question over the issue? Question also two questions. First, do you have an idea how many people or names voted in this hour united and large for 1 hour? Do you know approximately how many names voted? And the second question is, you are always speaking about the low turnout. In fact, we have not a low turnout. Because, if you have so incorrect and outdated voting lists, that you have 3.4 million Albanians in this voting list, you have approximately 1 million Albanians not living in the country, and you must have 400,000 people who are younger than 18 years old, which have not the right to vote. So I think the turnout is not so low. We have an estimation how the real turnout was if you put this data into consideration. Faleminderit për pyetjen lidhur me pjesën e pjesëmarrjes në orarin e zhvendosur qytetar. Ne përmendëm edhe pak më parë që njofton të shohim që kush qendrat 46% e qendrave të votimit janë mbyllur midis orës 9:30 dhe 20 dhe 35% për tyre në 20. Pra vetëm 15.6 qendra votimi janë mbyllur në orën 19. Çfarë do thotë? Më shumë se sa 85% e qendrave janë mbyllur pas orës 19, çfarë do thotë që ka pasur numër votuesish. Për numrin saktësisht të votuesve kam shtypjen që duhet të jetë një edhe paraprake që është duke përpunuar. Ajo që ne kemi nxjerrë numrin në total të pjesëmarrjes së votuesve, që është 46.85%, ne jemi 5% marrësh gabimi, është
është një shifër që kemi bërë publik gjatë konferencave të djeshme. Ndërkohë që lidhur me pjesëmarrjen e ulët të votuesve, në fakt referimi i ynë ka të bëjë me pjesëmarrjen në krahasim me proceset e tjera të mëparshme zgjedhore dhe jo në total, për si dihet që problemi i votuesve në Shqipëri janë më pak. Lista e votuesve është 3.4 milion votues, ndërkohë që faktikisht votojnë 1.5, 1.6 apo 1.7 milion votues. Por kjo shkallë krahasimore ka të bëjë me proceset e mëparshme zgjedhore. Mjafton të sjellim në vëmendje që në zgjedhjet e 2013-s ka pasur 53.54% të votuesve që ka votuar, ndërkohë që lista e zgjedhjeve ka qenë 3.2 milion. Një shifër pak më e ulët, 52% ka qenë vitin 2015 dhe nisur nga kjo lloj statistikë dhe ndjekja sigurisht edhe më parë edhe 2011 dhe 2009, është parë në qasje se cili është trendi i votuesve. Dhe ajo që ne shohim është që ka një ulje të pjesëmarrjes së votuesve. Dhe e përkthyer kjo në pjesën se sa është e politizuar shoqëria shqiptare dhe sa pjesë qytetare që është më pak e lidhur ndoshta me politikën apo e thënë ndryshe në fund nga zona agri, mund të jetë ajo e cila ka ndonjë një lloj po themi bojkotimi të pjesëmarrjes. Mendojmë se ky është një mesazh që duhet të bëjë më të përgjegjshëm forcat politike në mënyrë që të nxisin realisht interesat e drejtëve dhe të qytetarëve dhe jo të ngushta politike sipas interesave të ngushta patriarke apo sipas aspiratave që secila parti shikon ngushtësisht. Sorry, okay. Because we know your time here at each election. Do we have an evaluation how many Albanians have really voted if you take into account how many Albanian voters really have in the country? Because this is in fact a real turnout. Ne kemi nxjerrë një pjesëmarrje nga metodologjia që kemi përdorur në vendimin dhe kemi vënë re që kemi nxjerrë një shifër 46.15% me një marjë gabimi 46.85% me një marjë gabimi 5%. Që po të shikosh shifrat e ofruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve edhe me shifrën që kemi ofruar ne bazuar në vëzhgimin e ditës së votimit, shikon që trendi tregon që këto zgjedhje janë specifikisht me një shifër votimi pjesëmarrje më të ulët. Arsyeja që pse qytetarët shqiptar nuk janë drejtuar qendrave të votimit, ka shumë arsye për ta shpjeguar, por ndoshta ne në një moment të dytë do të jemi më të detajuar për të analizuar që çfarë ka ndodhur me elektoratin shqiptar. Ishte thjesht bojkot për një vendim që qytetarët shqiptar vendosen mos marrin pjesë, apo ishte një qëndrim ndaj reagimit të partive politike, apo ka ndonjë arsye që ne besoj do ta zbulojmë në ditët e vijim. Faleminderit. Faleminderit atë për prezencën. Për konferencën e radhës grupit për procesin e numërimit, do të njoftojmë sërish. Besoj se në fund të ditës do të kemi një dalje tjetër të koalicionit dhe në gjetje dhe çurinë e procesit të numërimit deri në atë. Faleminderit.